E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth ngjarjeve që në fakt kanë filluar të shqetësojnë edhe publikun. Marrëdhënia Brikena Mateo, një marrëdhënie që ka nisur goxha kohë, është në të njëjtin stat goxha kohë dhe nuk I vihet asnjë pikë sipër. Tani unë natën e mbrëmshme kam bërë një analizë të detajuar të ngjarjes. A është gabim Mateo? Me patjetër që Mateo është gabim, sepse Mateo nuk di të vetë kontrollohet, në kuptimin që ka vënë ndjenjën përpara gjithçka dhe nuk kontrollohet fare. Unë mendoj që Mateo duhet të ulet edhe të bisedon me veten deri ku do të shkon kjo gjë, sepse derisa Brikena është duke I bërë të gjitha këto filmat, do me thënë natën e mbrëmshme ka qëndruar 3 orë në dhomën e rrëfimit dhe pas 3 orësh të del edhe të ulet në karige në verandë edhe të mundohet që me Mateon t'i thotë që ti nuk e përse më kërkon falje, ti nuk e bërë asnjë lloj gabimi dhe këto fjalët ja thot pas një kohe të gjatë që Mateo në sy të banorëve të tjerë e nxori për ndjekës, e nxori dhunues, e nxori një mashkull me epshe të tmerrshme, do me thënë e nxori një mashkull të pa vlerë në një aspekt. Dhe ulet dhe I thotë që ti nuk duhet të mërzitesh, unë nuk I dheroj me ty, thjesht të them që mos ma rëmbe puthje në atë formë. Okej, pasi që ti nuk të pas ka mbetur hatri fare. Pse I thua tjetrit në momentin që ulesh mos ma rëmbe puthje në atë formë? Apo ke frikën që ta shkatrosh këtë marrëdhënien se në qoftë se ndahesh nga Mateo, ti do dalësh shumë keq jashtë. Do me thënë, e shoh një Briken, më vjen shumë keq që po flas në këtë formë, por për mendimin tim e shoh një Briken jo të sinqert në marrëdhënien me Mateon, jo të vërtet në marrëdhënien me Mateon. Sepse Brikena kur doli nga banjo që I qante me dënes në banjo, e gjuajti derën dhe u acarua me Mateon, do me thënë e shtyu Mateon. Dhe shkoi në dhomën e rrëfimit dhe më pas vjen në verandë për t'u sqaruar me Mateon dhe I thotë që unë nuk ta bëra atë gjën, s'ka shansa unë ty të ta bëj, ti nuk duhet të mërzitesh, unë doja të shkoj në dhomën e rrëfimit, do me thënë 3 orë doja të shkoj kot e kot. Ishin arsyetime të pa vlera për mendimin tim. Tani, Mateo mbrëm I tha shumë bukur, ti dëshiron që unë të qëndroj me ty, ti dëshiron që unë të ndaj kohën me ty, ti dëshiron që unë të vallëzoj me ty, ti dëshiron që unë të prek ty, edhe më në fund mos të puth. Do me thënë, Brikena e ka këtë fenomenin që unë të pëlqej, por nuk të ndjej, do me thënë nuk të dashuroj. Është e pa kuptueshme. Unë mendoj që Brikena në këtë mes ka shumë tension, do me thënë ka frikën e familjes, ka frikën e paragjykimit, ndoshta mund ta ketë të perceptimin e besimit fetar që unë nuk të jap puthjen pa marrë miratimin e prindërve të familjes, sepse ne I takojmë besimeve të tjera, do me thënë e shoh Brikenën shumë vajzë tradicionale dhe derisa është vajzë tradicionale, mendoj që goca tradicionale I çojnë këto gjëra, por të paktën mos e maltreton një djalin dhe mos e nxirr një djalin keq. Tani Mateo shkon ulet dhe flet me Selin, Selina I thotë që ke bërë gabim, po ka bërë gabim për mendimin tim, sepse ka ngjuar Brajdarin që Arbër I thotë rëmbeja puthjen, po jo t'ja rëmbesh në atë formë, do thënë Mateo shumë I ashpër në këtë drejtimin. Okej, ka faj dhe Mateo. Por Brikena e ka sill situatën që ai të jetë I tillë, sepse Brikena është duke luajtur, do me thënë me veprime që bën Brikena, duke e provokuar nga mëngjesi në darkë Mateon, me patjetër që është duke luajtur. Tani Brikena në qoftë se I dëgjon këto fjalët, Brikena do nxjerr karakter tjetër, do largohet krejtësisht nga Mateo. Unë mendoj që sonte në Prime opinionistët duhet të jenë pak më të prerë, duhet të jenë pak më korrektë dhe më të drejtë në marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Dhe t'ia kërkojnë përgjigjen troç Brikenës. Tani Brikena I thot mbrëm Mateos, unë kam pëlqim për ty. Okej, ti ke pëlqim për Mateon, po pasi ke pëlqim për Mateon, pse I bën të gjitha këto ngjarje që banorët e tjerë të kenë mundësinë për ta goditur atë dhe të çon të mendosh që mund të jetë në një stat me produksionin.